Përshëndetje miq. Shkojmë me vezën e radhës Tom Gashi edhe Njerka e Kosovës. E pas ka dhënë deklaratë miq të dashur Njerka e Kosovës që me tik truni gënjeshtër 100% edhe gënjeshtër që nuk di qysh me shpjegu miq të dashur. Që nuk na bon mirë as neve, as asajna. Deklarata është gjoja se, ja, dëgjoni vetë miq. E diskutojmë i lutëm. Jo si një shtet ku politikan të caktuar thonë se bën stilit duhet t'i qesim e t'i kërkojmë qira. Do me thonë miq të dashur, Albin Kurti pas ka thonë që bën stilit në Ferizaj, do të mi qitë, në më thonë qira, mi marë qira. Qëre miq të dashur, ju lutëm, qëre qëfar gjendje ardhë kjo Njerka e Kosovës. Qëre miq të dashur, qëfar shpifje. U votu së rritë kësë, a pesheni mëre o burra, e gra, e tri, e treja. Hej, qëfar rrane bon, qëfar ftyre ka me rrejt ashtë i qare me thonë që Albin Kurti ka dasht me qitë haras një farë dhe mënyre, qëra, bën stilit në Ferizaj. Është meri botës me qa. Ku nane për neve, kush në pas ka dhe heq. Ku nane për neve, këne kena votu. Mas pari si deputete e tani për president. Ku nane për neve. Shkona miq kritiken, ju e dini shumë mirë sa kom gulje, sa me kom gulje, o kom Tom Gashi, kjo me kom presidente. Gjithashtu edhe one. Halaj kom vizit këtu. YouTube. Me kom gulje, kom thonë, jo, se këta veç po këshirë me nda, Albinin me Vjosin. Po këshirë me prish këtë binëm. Opozita, si shku në vërtet heq, po shku në realitet. Që shfar gjak prishti ishtë kjo, bre? Kjo është as kish gjak, as ka zemër, sen zotës kish trupsojnë, bre. Puro interes. Shku në miq të ngojmë Tom Gashi një lutën. Ish befasu për stepri, ja. Shka faj. Kalimi i Vjosa Osmanit për mu ka qenë krejtësisht diçka e jashtëzakonshme dhe spaku në disa pika jashtëzakonisht fjalimi damshëm. Jo për atë për cilët ajo ka menduar, për lëvizjen vetëvendosje apo direkt për Albin Kurtin, por për vetë atë. Mendoj që ajo që për mu ka qenë shumë trishtuese, edhe që shumë e rëndë që ajo kur nuk e ka thënë si presidente e Republikës Kosovës, keq se dikush ka. Po kjo na ka befasu më shumë të miq të dashur, që s'ka fol kur njet. E tash po del atë edhe po gënjen, po rran, e gënjen, po rran, po hanë sa po mundet, dosh me pas turp, bre turpit në luft, dosh me tartë mare, o njeri pavler. Ti ko kekon Izraelajk, tin ko kekon Izraelajk, Albin Kurti ka faqit ka qitë në kali. Fakt s'ka faje veçaj, kem faje dhe na. Na mashtrove tonë, bravo të koftë. O Njerka e Kosovës. Me gjithë bodyguardin tonë, e ato 2 bodyguarda tjera. Ato pataricat tjera. Statosin edhe Rëshitën. Shkuna me që lutëm.
Kjo më ka nënvasu. do thot qira për bazën e Bën-Stillit, bazën amerikane, e cila bazë faktikisht mund të themi lirisht që ka qenë ajo që deri më tani, por edhe tutje, ka bërë sigurinë do thot shtetit tonë dhe ka rrezikuar shtetësinë, ka rrezikuar sigurinë kombëtare në aspektin nëse presidentja e mëhershme e që është e njëjta Vjosa Osmani do thot nëse ka pas informata të tilla. Mirë, po këto të thuhet faktikisht në ditën e parë të fushatës zgjedhore së bashku me LDK-n, diçka për mua është e jashtëzakonshme dhe shumë e rëndë, sepse nuk do duhet që kur ta thot këtë, po marr parasysh që unë besoj që 100% nuk është e vërtetë fare. Dhe mendoj që derisa në këtë pikë do thot preken raportet në mes të Kosovës dhe bazës ushtarake amerikane, e cila e bën sigurinë. Unë këtë zotriun Tom Gashi nuk e njoh, e di që është avokat i popullit, kam shumë respekt për këtë njeri, sepse e ka mbrojt me këmbgulje, se ka besu sikur na, sikur unë, këtë aspekt. Ko ka shgjeni për stepre, sikur na miq. E më vjen keq shumë, se është shumë njeri i Zotit, nuk e një personal, po e një në për televizionin këtë. E Kosovës për të gjithë regionit është diçka e rëndë, sa që duket që është ul tepër shumë niveli i saj, të ditën e djeshme për të bërë gjëra të tilla, vetëm me qëllimin e njëjtë për ta dëmtuar Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje e për. Po nuk mundesh me fitu vota kështu. O i njerë ka Kosovës, o shkatrov të lëmi zot, shkatrov për kuna për vene, qa ke kon te, qka pas ke bo te. Nuk selmohet njerën kështu si që ke selmu ti me rana, e me delavere. Po ti zoti e orë për një shpis të ranave, e i orë o bone njeri, ta shkove prapa tje. A ke po e riqin? Mere pe therre që të në asfalt. A e pra ka me hinë therra. Së mund me jetuaj pa therra. Së mund jeton pa rana, pa ajni, pa delavere. Së mundet, qashtu jeti. Qashtu ko këti se kena dit, që ta shpedim kush je. Që ta shpedim kush je prej neve për lip prej zotit tort. Ashtu qysh e ki zemrën ti. Vetëm në ty, që thmija s'kan faj mëse bo zot. Po vetëm ty, në personal ty, këtë zotit ty t'i shkatrov qashtu, qysh ti për në shkatron neve, pa bigari hak. Vetëm për interesa personale. Dhe kretë ato qka i ke vidhë, qka i ke vidhë për në korës të popullit, kretë i arabe i la që i hongsh. Pe më lefit, po të thëmë, ashtë i qare publikisht. Kretë i arabe i barë na i hongsh, më zdalëshin. Po fare flishko ke konë. Unë nuk e di qysh ta ka nëzonë goja këtë fjallë, me akuzu si shtetë Kosovën, me tonë Kosova, po do me qitë Bën-Stillit, haraq. Shturpi i botës, bre. Ta marrovë zotë i ftyrën, ta marrovë. Po ti ke konë Izrael lajk, bre. Ti s'ka ke konë kërkushi, bre. Po, të na thëjmë fjallë pëllore, shqyqit Qiraki o dek, e o pom. E kur sytë mës t'i pafsha. Kur sytë mës t'i pafsha. Si person, për mu je vdekun, sepse nuk unë përfatëson mu, as nuk e përfatëson Kosovën, zero. Me këtë nivel tonën njërzor që ti e paske, runa zot. Runa zot për teje. Unë nuk e di qka ki këtu, gjitha ta shkollë. Më thojza, që ku me ditë, e ata ke marrë me mashtrime. Mishë të dashër, e më prejkë fort, univa shumë keq, kur e ndëgjova, kitë fjali, me thonë, që ka dasht me qitë haraq Bën-Stillit, kryeministri,
Kur haraq po thom qira, do me thonë qatë kuptimin, për thom haraq, me qitë, kur kriministri është maj pa korruptumi në botë. Kriministri është njeri maj pari në botë që një korrupsionin. Për ta dojnë edhe Evropianët, e Amerikanët. E 5 farë pritje i bonën Nordrhein-Westfalen në Gjermoni. Sot. E për njerë ka Kosovës. Që ti për cjertë to. E 5 farë pritje, që farë ngrotësie i dhanë. O njerë ka Kosovës. Njerës me klasë, me setër. Miq, Zoti i rujt, që tash ora është 4:10 minuta. Po kur e ndëgjova, të këshirë, të i lumëtu, kur e ndëgjova Tom Gashën, hine e lipa fjalimin e sajna, që thash më shapo dhjërë Allah, më sa fejkë, se për ndëgju vetë pak problem, nona, kur e këm ndëgjua ato, ka dhëtë, kanë dashë me marë pare me qitë qira. Për mbyllëm iqë, ju përshëndes, mirë pafshëm vitë e radhës. Zoti i rujt miq, aty ku jeni, aty më i njerë ka Kosovës, Zoti shkatërroth edhe për thëmë. Zoti shkatërroth, qyshe shkatërroth, dashte me shkatërru Kosovën, po ja që s'lakingo. Kalofshi mirë miq.